Një herë në jetë, bëjeni këtë. Unë dua shumë që t'ju lë një mesazh, që të paktën një herë në jetën tuaj, një herë të ndaloni, merrni veten tuaj, ta çoni në një dhomë, të merrni celularin, ta vini silent, të vini alarmin një orë, vini një muzikë, mbyllni sytë dhe për një orë ju mos t'i hapni sytë. Po të rini vetëm në një dhomë, të pa ndërprerë, një herë në jetë, bëjeni këtë, dhe mbesoni që kanë për të ndodhur çuditëra. Ky quhet takimi me veten. Në këtë takim, ti do marrësh përgjigje që nuk e ke menduar ndonjëherë që i dije. Të gjitha përgjigjet janë brenda nesh, por nuk e lejmë veten të na flasi. Nuk mund t'i marrësh ti përgjigje duke pa televizor ose duke fol me njerëzit. Shko merre veten tënde për herë të parë, çoje në një vend dhe rri një orë vetëm me veten tënde. Kemi net me lloj-lloj njerëzish çuditshëm, lloj-lloj budallënj, lloj-lloj idiotësh, lloj-lloj njerëzish që se meritojnë të rinë me ne, dhe një herë s'kemi net me veten tonë. Merr me veten, unë them drejtën, kam shumë qejf të ri me veten time. Kur ri me tjerët, për shembull, okay, ca mirë, po me veten kënaqem. Rrim. A ikim, them? Ikim. Apo rrim dhe pak. Po mirë më rrim si dushtin. Më thot vetja, bëj muhabet, i zgjidh ato punët, edhe kënaqem. Madje një herë arrim me i pikë, kur rrim me shumë njerëz, merr malli për veten. Them, ikam ose po s'm ka marr malli për veten. Besoni që është dikush tjetër këtu brenda. Është ai personi që i di të gjitha të vërtetat e tua. Edhe ai di të drejtën, di të vërtetën.